Izraeli po përballet me një situatë alarmante zjarresh që kanë përfshirë një sër qytetesh prej ditës së dieshme. Brigada izraelite e zjarrfikësve njoftoi se një zjarr që shpërtheu në një zonë pyjore mes Jeruzalemit dhe Tel Avivit është një nga më të mëdhat në historinë e vendit. 5 vendbanime në Izrael janë evakuuar deri më tani për shkak të zjarreve që filluan të mërkurën në pyllin Eshtaol midis Jeruzalemit dhe Tel Avivit. Izraeli kërkoi ndihmë ndërkombëtare nga 6 vende, përfshirë Greqinë, Kroacinë, Italinë dhe administratën greke të Qipros Jugore për t'u përgjigjur situatës së krijuar. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu paralajmëroi se zjarret që po përhapen me shpejtësi pranë Jeruzalemit mund të arrijnë në qytet, pasi ai shpalli situatën një emergjencë kombëtare. Tymi dendur u ngrit mbi autostrada pranë Jeruzalemit të mërkurën duke shkaktuar kaos, ndërsa zjarrfikësit nxituan për të vënë në kontroll flakët që kanë lënë të plagosur disa njerëz dhe kanë nxitur ushtrinë të dislokohet për të ndihmuar zjarrfikësit. Autoritetet izraelite po hetojnë nëse zjarret janë të qëllimshme pas disa komenteve në rrjetet sociale nga mbështetës të Hamasit.